Bajamet janë ushqyese për shumicën e njerëzve, por ato kanë përfitime unike për njerëzit me diabet. Konsumimi rreth 45 gram bajameve ul nivelin e insulinës dhe glukozës. Ato ulin shanset për diabetin e tipit 2. Bajamet janë të pasura me magnez dhe studimet eksperimentale kanë treguar se marrja e magnezit mund të zvogëlojë rrezikun e një personi për të zhvilluar diabetin e tipit 2. Janë të mira për zemrën. Bajamet mund të minimizojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Kjo është e rëndësishme për njerëzit me diabet, sepse sipas Federatës Botërore të Zemrës, njerëzit me diabet janë në rrezik më të lartë të sëmundjeve të zemrës. Bajamet janë të pasura me yndyrna të pangopura, e cila është e njëjta lloj yndyre me vajin e ullirit, i cili njihet për përfitimet e tij për shëndetin e zemrës. Një porcion me bajame përmban rreth 13 gram yndyrë të pangopur dhe vetëm 1 gram yndyrë të ngopur. Sa bajame rekomandohen të hahen? Këshillohen të konsumohen rreth 23 bajame në ditë, të cilat përmbajnë 161 kalori, 6 gram proteina dhe 3 gram fibra dietike. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.